kanë halki probleme ose biznesmenat që vinë shuhet firma. Ma shumë mirë është domethënë me këtu që kanë bllokim biznese apo? Ashtu është, e vërtet është. Me këtu si hire, me tregu të vërtetën na nuk ka sishne, po ka dhe lloje që vinë, po ma shumë të vinë ata që nuk ju hecin firma, po që në të martume, dohen e... Në çfarë forme i bën për shembull i këndon ai sura arabisht, për shembull sigurohet apo çka? Unë arabisht nuk naj. Pse? Unë jam shqiptar. Unë e foli shqip. Ajo është puna jeme, detyra jeme. Unë ty nuk përzina, ti mu nuk më përzish. Bravo, da të gjithë. Ja, ta më puna. A që është po. Ja. Shka dhe që e thëmë shqip, apo që e fry... Punën të më thuj stat. Ato stat tonën, s'ta marë. A është fështirë me qenë shef, se nuk është e litë më konë shef. Ajo është e vërtet, se nuk është ajo... Ajo e zgjedhë në për Zotit gjileshonë. Nuk është për i robit, po është e Zotit, që e ka dhënë Zotit madhë. Ti ki ato tonën në komtenin. Pra. Tash, ajo është ka ndollë të fjallë si i kom posën edhe të shelirë ma heret, dhe më thonë të tarikatët ndryshme. Cili tarikati ta kënë ju? Natë Kadris. Kadri, a janë këta që dhe më thonë i bojnë edhe këtu dhikër e këtu? Jashtë zakonisht, ne jemi tarikati i parë është Kadri. Atër vim tjetë, jenë të tarikate. I kom posën edhe Shepedrinë, se zga bojt e njerë. E njohim. Edhe i kom posë shumë shelirë tjere, edhe zakonisht tu kur t'i kemi thojmë gjithë ato që fliten rëndëm në për popull, dhe me thonë shpesherë ka ndollë, sikur që ka ndollë për hoxhallar, ka ndollë edhe për shelirë, që jo po bojnë punë pista, jo janë, po bojnë punë flishta, jo i shkymin dritë, sa në të vërtit akto? Ja, sa do jashtu, zotruna na ato si bojmë, nuk ma merë menja që shelirë që i bojnë ato punë, Zotin e rujë. Pse ka ndollë breshe? Ato, ndëgjëm, Sadri, këtu jenë gojdhane, këtu mundën me thonë, jo ka bo, që ka bo, si, ato nuk egzistojnë. Ai person që vjen me këshyrë, ai nuk, nuk i nalë tash drejtat sa i vjen ditën, se na për veti po folim, ne nuk këshyrim natën. Na këshyrim lindjet dilit, parim dilit. Natën ju, a? Natën, absolut ju. Nëse zotruna ka diçka rastet, fështira shumë se nuk pranohen ato. Lindje dhe në parim. E që shbët nëse njerës për shembull dojnë me pos ka shërime dhe më thonë ndryshme që i ke po tje dhe dojnë me pos punën tonë, ku më të kërku, ku më të lipa, ki Facebook o bura TikTok-a? E kemi Facebookin, po aty shënimi është... Numër telefonit, po përbësoj edhe regjia ka me qitë numër në telefonit me di që ka fatkesisht ka në regjia dhe të kërkujnë. Po, shpen po me se bablok i shpen po me, që ajo është. Qëka dhe mund që ke bablok? Po tash ti mundëm, ndëgjë sa dojnë, i kemi thonë për parën bablok aty në të vjetrëve, babalarëve tonë. I kemi thonë edhe babalarëve, edhe kemi thonë babloka. Tash ti... Bablok është shë maj vjetër, apo qëka përdo? Absolut, që është të mirë ki. A ti i thonë bablok, ose i thonë edhe... Që ajo është. Hoqë, ka po, kemi posë edhe gjëllarë dhe këtu në studion tuën, po pëse i ke po që, dhe më thonë e kam pranu që zbën me vetë grënë e dytë për me morë të parën. Lejohet, si pas islamit, me morë që i kënë mi gjësën, vërtejta këtu? Sadrej, nëse për më martue me grënë e dytë, nevojten kushte, cilat. Nëse është gruja është e smut, ki bakti, ki fëmi, nuk po mundë më të plësue detyrat e tua. Pastaj, ka mongo, ajo është e smut, nuk mundet me levizën. Me lejen e grus të parë, mundesh me martu me grunë e dytë. Nëse ta lejon, gruja e parë. Po nëse edhe gruja e dytë o smue, edhe nuk po të plotësohen dëshirat e tua, kushtet e tua, atëherë me lejen e grus dytë mundesh me martu me grunë e tretë. Po nëse edhe treta është e smu, e njëjta mënyrë me lejen e grus tretë mundesh me martu me grunë e katërt. Po me një kusht, nëse e ble një fiston, do të me ble 4 fistona. Nëse e ble një bluzë, do të me ble 4 bluza. Me një qëllim, pra, me një fjallë, do të me koni drejt me të tënat. Po, shfar gra kemë nga gjeloz, ato nga lënë me vdekun, e nuk në hepin leje martu me tjera. E kjo për që lejohet me marë që këne minë gjësojt, se i këmë të gjush për shërë që toj, sa të vërtet? Muhammed a.s. e ka ndalue martesa prej tomlit dhe prej gjakut. Por shumë ma mirë është për me u largue.
Për shembull, kemi rastin ku Muhamedi sallallahu alaihi wasallam e dha Fatimen për djalin e Migjes për Aliun radhiyallahu anhu. Po, gjithmonë na, ona jonë për shembull, nëse jemi konë me një fshat, jemi rrit me një vajzë, edhe ajo konë qobane, ti e konë qoban, o llogaritë sikur me pas familje. Edhe nëse për shembull ti ke pas një shoqja jote o konë për shembull për një fshatit, krejt katunit kanë thirrë dhondër. Edhe krejt për shembull kur ka ardhur çaj djali jam ka shku në atar fshat, krejt i kanë thonë nip. Po, a besën se ma të respektum jemi na shumë për ka morali, për ka edukata, për ka sjellja. Për shembull kemi raste, nëse kemi lypën, një i katunit jonë ka shku filën katunit me lypën i nusë, se ja kanë dhonë, ky katunit nuk ka shku me lypën ma atë nusë, se ka pas respekt që e nusë mos marrë në katun. Shumë ma mirë është mu largu. Unë e kisha thonë mu largu, se alhamdulillah për Allahit kemi ballë, e kisha thonë për me mu largu. Ta pisme dhe shenë, si pas juve të më thonë? Nëse burri pas ka drejt me marë një gru, edhe e smuhet, e merë dytën, edhe tretën dhe të katrën. Po nëse burri smuhet, a ka drejt gruja me marë dhe i burë tjetët parë në dytën tretën? Aty jo e dini? Jo, unë të thëmë për veti, unë për një gruja, unë nuk jam për 4 gra. Nëse këta hoxhallar që dojnë mi marë, atë li të marë, na për veti kemi një, qatën mushi me majtë e kemi bëllë. Nëse në smutë dhe qatë gru, edhe qatë gru duhet me këshyna mas me mujtë e me marë tjetër. Se qatë gru që e merë, ajo kopë, edhe si o smutë, ato e përshëndet sa ma shpet të vorë e qëmë. Se ku te mesh grun tjetër. A është ashtu? E vërtet hoqë, nuk ka fojnë lafët qia. Sa drejt, nëse një gru, nëse një burë është për 7 grua si thujnë hoxhallar, na nuk u zojë, unë nuk im ka i qoj hoxhallar, ti du, i kom respekt. Nëse një burë i merë 7 gra, një gru e merë një katon. E rëndë këtë shkirë. Jo, nuk është rëndë. E kemi rastin Jo, s'ka ti fjallë. të Hazreti Ejupi, Alayhi selam. kur asti Ejupi ke smut, tregohet disa dite se ka qenë smut 16 vite. A, është pa pare. Faleminderit. Bismillah. Aqë shumë, Allahu subhanahu wa taala e sprovoi me smundje, sa që ka pas pasuni shumë të madhe, thonë se i ka pas 16 fëmijë, edhe një hizmeçar, një punëtori ka marrë qelsat e magazinave, ç'është pasuni të madhe ka pas. Po Allah e sprovoi tani me skomje, e sprovoi me smundje. Ç'është smut të konë, sa që e ka larguar dhe prej katonit. Ç'është smut të konë, sa që trupin e tina, mishin e tina kanë hongër dhe krymat. Ç'është smut të konë, sa që gruaja e vete një ditë i tha, ja Ejub, ti e pejgamberi i Allahit, se s'pe bën një lutje të Allah xhaleshanu me të shërue. Ejupi a.s. tha, po më vjen marrë, tha me kërku për Allah xhaleshanu shërim. Tha, pse? Ma shumë tha, e kom vazhdu jetën, tha i shnosh se sa tha i smut. Po atë shumë e ka këqyrë gruaja e veta si Ejupin, sa që e ka shit dhe një bystek të lëgve ka qit me shit, vesh me japru një ushqim, ma të mirë Ejupit. Edhe u lejmru të Ejupi shejtani, as Ejupi tha, kë gruaja jo të boni tha moralitet, tha që ta pruni tha këtë, si me thonë portokall ose banan ose diçka. Po, lejohet burri për atë arsye kur bohen konor, ata betohen me këqyr njëri tjetrin edhe kur janë smut. Po, nëse vjen puna dhe të mos marrveshja, atëherë mund edhe për mundo. Allah xhaleshanu nuk kalon deri mshel, lejohet edhe për mundo. E ne lusëm Allah një Rabbil Alamin me na qitë Zotë me një rëpë hajret me pas mirë kuptim edhe me konë përqyshëm njeri me tjetrin me pas mirë kuptim e inshallah Allah na mundson një Rabbil Alamin me çdo gra që i kena mos më na usmu e me pas marrëdhënie të mira e mirë kuptim me to ja Rabbi.